vete. A do të blej ilaçe me dozat e mjaftueshme apo do të paguaj faturat e energjisë. Një prind pret me mujt të tërë një tërmet specialistik. Një pacient detyrohet të kërkoj trajtim jashtë vendit sepse nuk e gjen vetë. Kjo nuk është normal. Dhe kjo duhet të ndryshojë. Prandaj sot kam kënaqësinë prezantoj zërtimin tonë të tretë, shëndetësi cilësore me shërbime më të shpejta dhe të qasshme për të gjithë. Sepse shëndeti nuk është privilegj, është drejt. Dhe sepse një shtet motet jo nga premtimet që bën, por nga kujdesi që tregon për qytetarët, kur ata kanë më shumë të nevojë. Qeveria udhëhequr nga Partia Demokratike e Kosovës do të marrë këta hopa konkret. Do të zbatoj sigurimet shëndetësore, në mënyrë që familjet të mbrohen nga shpenzimet e papërballueshme dhe askush mos të mbetet pa trajtim për arsye financiare. Në dy, do të siguroj furnizim të rregullt me borna esenciale dhe borna folas për pacientët me smundje kronike. Do të modernizojmë spitalet ekzistuese, do të investojmë në qendrat klinike universitare dhe do të ndërtojmë spitalin e Prishtinës të përfshirë dhe spitalin e ri të Mitrovicës. Do të krijojmë qendrën kombëtare të urgjencës mjekësore, që reagimi në rast të emergjente të jetë më shpejt dhe efikas. Do të investojmë në teknologji dhe pajisje moderne, diagnostifikuese në mënyrë që qytetarët të mos presin me muaj për ekzaminime. Do zbatojmë programin kombëtar për kancerin me diagnostifikim të hershëm, screening dhe trajtim sipas standardeve evropiane. Do të afrojmë shëndetësinë që qytetari përmes mjekësisë mobile, veçanërisht në zonat rurale dhe zonat e larta. Do të krijojmë qendra moderne të rehabilitimit dhe kujdesit të specializuara për pacientë që kanë nevojë për trajtim afatgjor. Do të themelojmë qendrën kombëtare për trajtimin e varësive, për ndihmuar njerëzit dhe familjet që sot përballen me këtë problem që fatkeqësisht Kosovë çdo ditë e përballet edhe më e rëndë. Do të mbështesim prodhimin vendor farmaceutik për më shumë siguri në furnizim dhe më shumë vende punë. Do të digitalizojmë sistemin shëndetësor me dosje elektronike, termine online dhe shërbime më të shpejta për qytetarët. Natyrisht, edhe shumë projekte të tjera të cilat do të mbrojnë qytetarët tonë nga kostot e larta të trajtimit shëndetësor.